Mirë mëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët. Vila na ritakon në transmetim të drejtë për drejtë, si çdo mëngjes tjetër, apo jo Kati? Patjetër, dashur, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, dritë devill. Ama, ja, kështu nisë dita, me energji pozitive. Sigurisht, mirë mëngjes dhe ju të dashur Anvisa, ju urojmë një ditë bukur dhe juftojmë tu tek këndi ynë i gatimit për pa receta që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Do të bëjmë gjëra të mira, domethënë gatime të mira. Ndryshe, do të bëjmë një tas kebab sepse përbërësit janë si tas kebabit, duke shtuar në një perime, në diçka tjetër. Sepse këtë tas kebabin unë do ta bëj në furrë, do ta vendos në një tavë dhe do ta mbuloj me një petë. Me një petë që mund ta bëjmë domethënë në mënyrën tradicionale vetëm me miell, me kripë dhe me pak vaj dhe ujë sigurisht, por nëse duam, është nxehur tigani. Është nxehur shumë. Ja se do jetë mishin direkt. Po lëre të qetësohet pak, se kam përshtypjen të fillojë të nxjerrë tym. Shumë mirë Anila. Sa ti shpjegojmë ne lëre të, po. Edhe një është ajo që bëhet kështu dhe nëse neve këtë brumin, sepse do të bëhet si një petë që do ta vendosim lart dhe do të konsumojmë petën bashkë edhe me mishin edhe me këto speca, domate, qepët, në një thelpi hudhër brenda, pak salcë, pak piper të kuq, miks erzash, domethënë ose zarzavatesh ose mishi për të dhënë më tepër shije, ndonjë gjethë dafin, pak rigoni, shkon, domethënë këtu, krip, më falni dhe piper, gjithashtu edhe vaj. Nëse doni edhe ndonjë copës gjallë për t'i dhënë ekstra shije. Dhe për petën, nëse duam ta bëjmë akoma edhe më të, si thua, më të shijshme petën, dhe të konsumohet ashtu mirë, dhe përgatisim me pak kos, një kokër ves edhe një maj sode. Edhe bëhet edhe një maj pak fare sode, sa për t'i dhënë, si thua, pak volum. Okej. Dhe bëhet përsëri, si thuash, një kulaç. Edhe këtu kemi tas kebab dhe kulaç. Kjo do të jetë ajo peta e kulaçit. Bëhet shumë e mirë, edhe njëra edhe tjetra. Si ta doni juve, po ju ndodhet kosta një kokër ves, bëjeni. Nëse ju bëjeni atë petën e thjeshtë që ta mbuloni lart për të mbajtur aromën dhe shijen brenda në brendësi mishi me zarzavatet. Dhe për recetë të dytë, unë sot do të sjell një gatim shumë të thjeshtë, është ajo që kam thënë disa herë, që si bënim neve ato gatimet tona tradicionale, një supë verore që bënim me oriz, me patate, me domate, me qep. Do me thënë vetëm me këto përbërës, sigurisht edhe vaj, na bëhet një supë shumë e mirë. Do me thënë është koha tani më e përshtatshme për të përgatitur këtë lloj supe. Nuk është thjesht supë, është edhe si gjellë. Kjo më kujton, do me thënë, do ta lë dhe do ju a them më mbrapa këtë. Ka një histori, Ka një histori kjo dhe është histori e bukur faktikisht. Okej, po këtu me kungujt çfarë do bëjmë? Me kungujt do të jetë si një lloj omlete e shtruar në tavë, të cilën kam dhe djathin brenda, nuk e kam nxjerrë se shkri. Anila, kjo e shtrojmë dhe vendosim në furrë që të na piqe, do me thënë pjesa e parë me djatin edhe kunguj, dhe pastaj e mbushim sipas dëshirës. Mund të kemi salskosi, mund të kemi kos të kulluar, me pak erza brenda kështu në një. Do me thënë kjo mund të jetë në formë në një sallate, mesore? Mesore, diçka e tillë, do me thënë, po është shumë e mirë dhe e shijshme me kunguj. Është recetë e thjeshtë. Patjetër. Është recetë dhe recetë vere dhe të lehta dhe të shijshme dhe të shëndetshme dhe ekonomike mbi të gjitha, sepse edhe kjo neve na intereson. Filloj me një herë sepse dua këto mundet t'i bashkojmë të gjitha bashkë dhe t'i vendosim në tavë dhe t'i vendosim në furrë. Por unë dua që mishi të më mbaj atë shijen, dua që ta kaloj pak në tigan. Okej, vetëm shikoj edhe një herë temperaturën e sopës tani se s'ka nevojë mund edhe të jetë se e dua të ngrohtë tiganin tani që Jo, them nga që vendosa tiganin unë aty edhe shikoni. Shfikur. Se janë me ndjeshmëri. E kemi me kshuneve këtë. Kemi. Okej, tani është në rregull. Mirë, kemi nisur recetën e parë për sot. Të gjitha recetat do t'i lexojmë, sigurisht do t'rregojmë përbërësit, edhe gjatë kësaj kohe do t'rregojmë edhe mënyrën se si përgatitet secila prej tyre, kështu që le t'i lexojmë, fitojmë pak nga koha që i duhet mishit thjesht të thithë ato lëngjët e veta në tigan, edhe me një herë të shohim se çfarë i duhet. Tavë kebab në furrë të mbyllur me petë dhe janë pikërisht 600 gram mish i prerë në kubik, një qep e madhe, 2-3 thelpinj hudhër, 2 domate, 2-3 speca, një lugë çaji salcë domatesh, një lugë kafeje piperi kuq, speci kuq, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes, 2-3 gjethe dafine, 2 lugë gjelle vaj. Peta do të bëhet me 150-200 gram miell, 2 lugë gjelle vaj, pak krip, ujë vakët sipas nevojës. Role omlet në furrë me kungulleshka dhe djath. 3-4 kungulleshka, 100-150 gram djath kaçkavallo ose djath pica,
150 gram djathi shkrir ose kosi kulluar, 1-2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle vaj, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes. Sup verore me oriz, na duhen 3-4 patate, 1 qep, 2 domate, 3-4 lugë gjelle oriz, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes, majdanozi freskët për servirje, pak lëng salate ose limon sipas dëshirës. Shumë të mira më duken recetat sot. Edhe për dreke, edhe për darke, edhe për mesore, zgjidhini ju se në cilin vak do t'i pregatisni, kati me lugë në dorë gati për... Tash që juve mund të bëni vetëm me ujë, me mielin, edhe në një lugë vaj brënda, edhe krip. Por, unë mendoj të asil pak si më ndryshe, me qënë se do të kisha këtë kosin e kulluar, që do të më bëj recetën e radhës, mendoj të bëj edhe pak si më të pasur këtë brumin, që do të thotë, i hedhim një maj sot, do t'i hedh edhe kripën, edhe krip një maj nuk ka nevoj për më tepër, sepse nuk ka shumë kështu me të mbrumë, edhe mos ta bëjt dhe shumë i kripur. E trazojmë fillimisht që të trazohet edhe soda edhe pjesa e kripës. Tani do të hedh, ne ta hedhim të gjithën faktikisht se miri bën, dëm si bën. Shije i shton. Ashtu, shije i shton. Do ta bëjmë edhe me vezë? Po, do t'jedhe një kokër vezë. Se tani, ti the pak më herët që nëse ju gjënde dhe një kokër vezë, po ka familje që s'ka Ovital? Shiko, nuk është se mund të atë kokërën e vezës, e zhjeni në mëngjes. Hajni dhe në mëngjes, shtojani edhe gatimeve, edhe për darkë se jo, sepse veza duhet jetë pjesë e përdiqme e regjimit tonë ushqimor, për shkak të vlerave ushqyese që ajo përmbane. Sigurisht që janë vezët Ovital ato që na i sigurojnë të gjitha. Vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate, veza Ovital kur thyhet qëndron kompakte dhe e plot, e verdha e vezës është viskoze e rumbullakët dhe ngjyrë portokalli e lehtë, në ngjyrë të kuqe, në ngjyrë të bardhë, në paketimin prej 10 kokrash, apo 15, apo 8, si ju të dëshironi, edhe të miksuara i keni brënda një paketimi, rëndësi ka që të ketë emrin Ovital, dhe freskia është ajo që sigurohet, cilësia gjithashtu dhe vlerat ushqyese që mban çdo kokër vezë që është kaq shumë e rëndësishme për organizmin tonë. Jo, i kam për vete. Mirë, hidhëm një këtu që mos të bëj duar të pisu. Ja, ta hedhëm. Ma hidhë këtu brënda, nga që ishte i kosit, s'ka problem. Po thjesht për ta parë. E dim e si i kemi vezët. Ne dim si i kemi vezët, prandaj edhe tham hajde, ta hedhim, po s'kishte nevoj. E largoj unë atë, po faleminderit e dashur. Të lutem. Tani kemi hedhur një kokër vezë, le t'i shtoj dhe pak vaj. Edhe fillojmë dhe punojmë brumin dhe do shikojmë se sa do t'na duhet akoma edhe ujë. Okej. Në ta bëjmë do me thënë edhe me kosin e zakonshëm, edhe s'ka nevoj të shtojmë fare ujë, se është më i lëngshëm, po me që është kos i kulluar, do të shtojmë pak ujë. Okej. është e njëjta gjë. Ndërkohë që neve kemi vendosur edhe mishin atje, që të na bëhet, do me thënë të kavërdiset, thash që mund t'i mbledhim të gjitha bashkë pa i kavërdisur, pa i kaluar fare në tigan, por kështu më pëlqen më mirë sepse mishi bën atë pjekë skuqen si përfaqësore më mirë ta themi, edhe na ngelet i butë në brendësi dhe nuk na i nxjerr komplet ato shijet tek salsa, sepse këtu do të na bëhet si një lloj salce me spesë, me domate, me qepën, me hudhër dhe këto erëzat. Ndërsa ashtu na ngelet edhe mishi i shishëm, prandaj dhe e bëj këtë veprim. Është si thuaç me dy lloj mënyrash mund ta bëni, ose në këtë mënyrën se si po e bëj unë tani, ose ashtu në mënyrën më të thjeshtë që i bashkoni të gjitha bashkë edhe i vendosni në tavë dhe bëni këtë petën me këtë brumin që neve po bëjmë tani dhe në furrë. Tani edhe ta trazojmë çik me dorë sepse po bëjmë brum. Kemi thënë që brumi do duar. Patjetër. Dhe do temperaturën e dorës. Jo të doraçkave. Dorezave. Po, se doraçkat janë për dimër. Mirë, një mënyrë interesante kjo për të sjell mishin perimet së bashku me brumin.
Do me thënë, i bje që kemi marrë në një farë mënyrë 2 receta dhe i kemi bashkuar në një. A, Kati, nëse është e kështu? Bukë e gjellë. Bukë e gjellë. Kemi filluar kohët e fundit që të bëjmë bukë e gjellë bashkë. Ke mërë? Që mos t'i vë ambisat... Ju kemi shkurtuar punë, ju kemi vënë në përdorim her pas here bukën e ftohtë në shumë prej recetave, pra në një farë mënyrë kemi bërë dhe ato riciklimet e kuzhinës që gjithë prej nesh i bëjnë, kështu që edhe kjo e sotmja mund të jetë një e tillë sepse mbetet një kokër qep, një kokër domate, një 2 speca dhe i kthej. Dhe një dorë mish. Dhe një dorë mish, që ndonjëherë janë racione të vogla për t'i bërë për të gjithë familjen, i ndajmë në copuza më të vogla dhe i bëjmë të përshtatshme për një recet. Tani unë këtë do të bëjmë 2 peta, Anila, se kam do përdor 2 tava, kështu që ndaj që tani brumin. Okej. Të duhet ajo tava atje të afroj? Do të më duhet ajo, ja ta lëm pak të 1 sekondë sa të bëja të gati, të lajde duart unë edhe. Okej, mirë, brumin pra si që bëmë e kemi ndarë në 2 pjesë të barabarta, se si do të vazhdoj kjo recet, nuk është një brum që është punuar shumë, është ngjeshur shumë, pra thjesht ashtu duke u rrotulluar në tas, i but, po. Do ta lëm të? Jo, nuk ka nevojë të ashtu, se tani është edhe verë dhe s'ka nevojë shumë që të pushoj, po thjesht sa të bëj unë këtë masën gati. Okej, aq kohë i mjafton. Ja, dhe këto na u bën aromën e mirë në djerin. Do të hedhë edhe qepët këtu tani sa të zbuten pak, edhe hudrën. Ti e të gjitha bashkë këtu që ti kem pastaj për të ashtu hedhim edhe speca. Okej. Tani nuk do t'i lëm neve shumë, thjesht një zbutje të lehtë duan këto. Do t'i hedhim edhe domaten, në kubik domaten. Nëse duam, mund të shtojmë pak salcë, një lugë të çajit, jo shumë. I jep tjetër shije, i jep tjetër ngjyrë. E të razojmë të në qëndër sistemi nga hera. Edhim edhe këto erzat. Çfarë kemi atë? Gjethe dafin, piper të kuqe, miks erzash ose tash do një lëng mishi ose do një koncentrat mishi. Çfarë të doni juve për t'i dhënë ekstra shije, kjo është ideja. Edhe rigon. Këto janë erzat që i shkojnë. Edhe erzat më klasike që ne përdorim përgjithsisht në pjesën më të madhe të recetave, të cilat na gjenden dhe në shtëpi. Ashtu tani, e kemi gati këtë mbushjen, por ajo që na mungon akoma, krip edhe piper, për të plotësuar atë. Edhe do të kaloj në furrë. Të lutem Anila, s'kemi ndezur furrën sot në re. Si haruam. Ndezim furrën. Faleminderit e dashur. Po e toj në maksimumun që të marri, të duhet furra poshtë, jo? Kaq kemi me furrën sot? Po, ta vëmë atë që të, sepse do të na duhet edhe ajo. Po i ndez të dyja që të ngrohen? Faleminderit. Ti heqim edhe këto. Edhe jemi gati tani të përgatisim brumin, petën e parë, edhe pastaj e të dytën. Po, sepse 2 petë kemi. Shikova, me thënë të drejtën, ti ndaj që tani unë në të 2 enët. Juve, nëse keni enë balte, do me thënë që është tavë balte, që është e madhe, e hedhi në një. Me që s'më ndodhen, mua dhe kam këto 2 të vogla, dhe këto të lezetshme janë, do t'i ndaj në 2, edhe një gjethe dafin të njëra, një të tjetra. Nuk ka... Po, më thuaj, Anila. Jo, ndoja të thoja pse se lë të gjithë në një tavë, Ta erim tek njëra, thua? Jo, ti e di. Shiko, ka, më shtepër, E pra, s'ka që. ka. Se tjetra është me e vogël, pra ndaj. Ja, da shikojmë. Kemi më të vogël. Tani, hajde të bëjmë 2 neve të... Një bëjmë si pas regullit. Të bëjmë 2 më mirë. Jo, regulli është në një tavë. Por, hajde tani të i hedhim në 2 neve, me që kemi brumë më tepër. Edhe aji brumi është shumë i shishëm, mënyra se si e kemi pregatitur, kështu që po e bëjmë. Do t'i hedhim edhe nga një copës gjalp,
Kjo do shtoj shien. Okej. Ashtu. I gjerpi do na duhet edhe këtu. Okej, e kalojmë tek receta tjetër që do të na duhet më vonë, tek ajo me kunguj. E cila edhe kjo do një lloj para përgatitjeje. Megjithatë, kemi kohë ende në këtë pjesë të parë, të vëmë përpara ato punët më të rëndësishme që duan secila prej recetave, që duan pak më shumë kohë, si bërja e brumit apo përgatitja e mishit me perime dhe me ersa. Okej, marrim pjesën e brumit edhe. Ja, e hapim pak kështu Anila. Nuk do hapet e hollë si pet byreku, bëhet me plot. E kuptoj. Ti mos ta hap me dorë unë tani dhe ta bëjmë më shpejt. Ja, do ta shohim trashësinë e saj. Okej. Sa do jetë kjo ena, do ta shohim edhe. Mirë, ne do përdorim aq sa na duhet edhe nga mbushja. Ja, kështu. Po më thuaj, Anil. Jo, doja të thoja një pet është për një person apo jo? Apo ajo tava do ndahet? Të paktën të ham 2 këtu. Okej. Janë pak më të vogla ato që janë për një person. Po, dalin për 2. Kështu që... Dhe prova. E, më Anil. Shiko, nuk është se nuk e ha një. Po, se me thënë drejtën, ajo shion. Po, pra të po them. Për 2 kemi për 2. Bukë e gjellë bashkë, kështu që... Ja. Do të shpojmë edhe me pak pirun. Që të kryohet mundësia që të aeroset e quan gati, por të dalin avujt, të gatuhet edhe nga brenda pjesa e mbetur, sepse është gjysmë e gatuar mbushja. E bëjmë këtë kështu, me thënë që tjetë kapaku. Edhe ky kapaku është i ngrënshëm, s'është kapak tenxhere. Besoj ajo kur të prihet, do të prihet me gjithë pjesën e brumit, si për që do t'jetë i edhe mban shien komplet brenda gjella, është si tenxhere presioni. Pa. Po kjo është tavë presioni. Ja. Ti vëmë edhe një petat me pirun. E kemi gati. Do t'a qojmë? Është ngrohur, besoj. Kurra? Po. Në rregull, s'ka problem. Po, është okej. Vetëm tani besoj duhet të luajmë pak me temperaturën. Edhe do vendosim dhe tjetër nga ana tjetër. Apo ta ulim kur të fusim dhe tjetrën? E kemi në maksimum tani? Lërë maksimum, se është ka shumë akoma. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe me petën e dytë. Po me që tham i kemi 2 netava, i bëjmë. Kjo do 4 ore. Po. Sepse tava është 4 ore, edhe petën do t'i japim formën që do t'i duhet. Dhe tjetra mundet, për shembull Anila, të kishim mundësi, edhe ta spërkatni me pak ujë. Po të s'ka nevojë në fakt, se i bëm ato shpimet edhe... Po, ka havuj ajo brenda, ka lëngje. Gjatë pjekës do të ngrihen sipër, edhe do të krijojnë edhe zbutjen e petës përveç se pjekjen. Ja, kështu. Tani, bëjmë edhe këtë shpimin. E ndihmon petën, që edhe mos të bëjë, do me thënë të ngrihet më tepër se që duhet. Tani, kjo është një pet e thjesht, kjo është një pet me kose me vezë. Edhe shumë e shishme. E vendosim edhe këtë brenda. Ikim në furrë përsëri, kemi vend këtu për të dyja. Pra, në rastin do të përdorim një tavë më të madhe, do bëjmë një pet më të madhe.
një petë edhe jemi në rregull. Po neve me që Okej, kishim të tavat e vogla. Mbaruam. Por aq kosa e vendosëm në furrë, tani pjesën tjetër të punës do ta kryej furra, kështu që ne nuk do të merremi më me recetën që sapo përfunduam, por besoj se kemi kohë mjaftueshëm të nisim pak nga receta e dytë. Po, do bëjmë të kungullit. Çfarë na duhet për këtë recetë? Ne i lexuam përbërësit, por është momenti ti shohim tani së bashku në ekran. Kemi kungujt, kemi erësat e freskëta, kemi koperin, gjalp gjithashtu dhe djathë të shkrirë. Ja ku e kemi të gjithë recetën e cila na tregon se për të gatuar këtë tavë me kunguj, këtë role omlet në furrë me kungulleshka dhe djathë, pra do t'ju duhen 3-4 kungulleshka, 150, po unë them 150, i shtojmë pak djathë kaçkavall ose djathë pice, 150 gram djathë i shkrirë ose kos i kulluar, 1-2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle vaj, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes. Përbërës të thjesht janë. E më pas do të kemi edhe një tjetër recetë, sa të na vi Katerina, le t'i hedhim një sy edhe recetës me patate, e cila përsëri do të vi sot nga këndi ynë i gatimit. Do ta nisim dhe përfundojmë në pjesën e dytë, kam përshtypjen, sepse nuk do kemi mundësi t'i bëjmë të dyja tani me kaq kohë sa na ka mbetur, është një supë verore me oriz. Na duhen 3-4 patate, një qep, 2 domate, 3-4 lugë gjelle oriz, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes, majdanozi freskët për servirje, pak lëngë sallate ose limon sipas dëshirës. Këto janë puna tani ka filluar po në një tavë me letër pjekjeje, shtojmë sipër djathin, të cilën e kemi të grirë. Po. Duhet me pa tjetër nga këtë djathi, jo i fort, djathi but. Djathi but që shkrin kur kalon në furrë apo në temperaturë të ngrohtë. E ta hapim edhe pak këtu. Se kungull është. Kështu që ka nevojë. Se ja heq vlerat kungullit. Nuk ja heq vlerat, po do vlera. Se e trajton kungullin ashtu, kungulli kungull është. Shiko, unë ja shtoj vlerat, se kur i vendos djathi. Jo, kur thua ashtu i bie që ka një gjë që të shkon. Jo, shkon. Është një ndër perimet më të lehta në fakt, që personat që nuk duan të shtojnë peshë për shembull dhe përdorin shpesh në dietën e tyre, persona diabetike përdorin shpesh në dietën e tyre, ka sasi të larta të ujit, që do të thotë është rekomenduar të konsumohet në sasi gjatë sezonit të verës. Kungullin e kemi pjesë të shumë recetave, ai taratori i famshëm tani në verë na shoqëron pothuajse gjithmonë edhe me kunguj të pjekur apo të skuqur shijon shumë. Edhe kështu, siç është edhe thjesht të pjekura në zjarr apo në furrë. Pse hahet ashtu? Po. Hahet shumë mirë. Vërtet. E bën tarator me kështu në vend të kastravecit, me thënë. Mendova se e donte një skuqje të lehtë. Jo, nuk ka nevojë. Shikon? Do të njomët, nuk ka nevojë. Okej. I rreshtojmë mbi djathtë. Si tjegulla. Edhe vendosni sa më shumë, nuk i bën dëm, përkundrazi i bën mirë. Veç se duhen të prerë kështu të holla. Edhe është i njom kungulli, nuk me thënë bëhet shpejt. Po. Djathi do ta heq këtë se është prerë që kësi. S'ta pëlqeu forma? Jo, do qëndron të lartë. Kështu që, pastaj kemi goxha këtu. Nuk është se s'kemi. Ja. Edhe këtu, ku s'kemi vendosur, në një boshllëk i vendosim këto që kemi. Se edhe këtu, edhe ku, edhe këtu. Mirë, ja. E presim dhe atë, se do ta lëm jashtë. Jo, nuk e hedhim. Jo, asgjë nuk çajmë dëm në kuzhinë, gjendet vendi për çdo gjë. Na thoshin nëna tona na zë syt. Na zë syt ushqimi. Ja kështu. E spërkasim me krip dhe piper dhe në furrë. Okej, dhe jemi tamam në kohën për t'i lënë të pishen, edhe për të bërë atë pushimin ton të shkëputjes publicitare. Shumë mirë. Do të filloj me qepën.
Okej, do e skuqesh. Thjesht një skuqe qepe do bëjmë gjatë kohës që s'do jemi me ju dhe kur të kthehemi, do të përfundojmë të gjitha recetat që kemi nisur. Mos u largoni, shumë gjëra ende mbeten për t'u parë, për t'u ndarë me ju. Katerina, unë vazhdojmë të jemi në kuzhinë, ju presim këtu, qëndroni me News 24. Ju thamë që do ju presim këtu dhe ne nuk lëvizim as një moment, sepse do të mbarojmë gatimet, nuk mund t'i lëmë ashtu pa përfunduar dhe janë 3 të tilla. Po, pa tjetër, dhe të dashuran visa jemi në momentin që thamë që do të përgatisim këtë supën verore, ose gjellë verore, faktikisht, e cila bëhet me pak përbërës. Është një recet tradicionale, shumë e vjetër, do me thënë që e bënim neve dhe sidomos ishte shumë e kënaqshme për fëmijët, sepse bëhet shumë e mirë dhe shumë e shishme. E shikoni këtu tani ka pak më tepër lëngje. Pse do të thotë? Kam filluar fillimisht me qepën që e kam zbutur. Më mbrapa kam shtuar patatet dhe kemi hedhur për yndyr, vaj edhe një lugë gjallë. Nëse keni, mund të shtoni sepse i jep një tjetër shije supës tuaj. Dhe në momentin që fillojmë, do me thënë që shtojmë edhe patatet edhe e zbutim pak, do me thënë i ka vërdisim pak bashkë me qepën, shtojmë pak ujë. Pse e shtojmë ujin? Ujë të ngrohtë pa tjetër, e shtojmë ujin dhe gjithmonë në anë të sobës, do me thënë kemi ujë të ngrohtë kur fillojmë dhe përgatisim gjellën, sepse uji e krijon, i bën salcë dhe e lidh, si thua, i bën ajkosi e them unë. Si më do të themi ndryshe? Ajkosja, mirë, fjala durë, është e themi gjithmonë kur zë. Ashtu, thashë mos e thash gjë gabim. Atere, Atëre, këtu tani jemi gati për të shtuar edhe domate të pure. Dhe ju thash që parë, nuk edhim salcë, nuk e rëndojmë, vetëm me domate kështu, me thënë të freskët, domate të stinës, të freskëta. Tani është koha më e përshtatshme për të përgatitur këto lloj gatimesh. Domatja i jep shumë shije, e bën shumë të shishme, e bën të lehtë supën dhe kemi nevojë tani në verë të konsumojmë, mund të them, supa të lehta. Dhe domatja, do me thënë, dhe pa shtuar salcë, pa shtuar piper të kuq ose ngjëra tjetër ta ngarkojmë, i bën atë, do me thënë, i jep atë shijen delikate dhe e bën shumë të shishme këtë supën. Dhe për ta shtuar, neve shtonim edhe oriz. Me thënë, oriz dhe në momentin që shtojt, sa merë, do me thënë, fillon dhe merë 1-2 valë kjo domatja, që s'ka nevoj, sepse është domate freskët, nuk është salcë, tjetër salca, tjetër domate. Hetim dhe orizin, edhe duhet të them edhe për punën e patateve. Patatet i presim në forma të ndryshme, edhe më të vogla, edhe më të mëdhaja. Pse bëhet kjo? Sepse një pjesë e patateve dua që të më shkrinë gjatë zjerjes, dhe një pjesë të ruajnë atë formën. Edhe lidhe dhe ajkoset më mirë gjella, prandaj edhe bëhet kjo gjë. Kemi hedhur edhe orizin, dhe do të shtojmë edhe ujin e ngrohtë. 2 gisht, kjo varet, do me thënë se sa e duam neve që ta kemi. Sa të trashe duam, nëse e duam në formën e një supe supe, do t'i shtojmë më shumë ujë. Edhe, kaq do hedhim për momentin. Okej. Tani, edhe do t'a mbyllim. Me tavat ç'do bëjmë? Me tavat do t'a nxjerrim atë Anila. Ato tavat e mbyllura, të mbuluara me një petë, më duken shumë interesante, tani që janë pjekur. Një recet që ju a sugjerojmë ta provoni në fakt, sepse është sa tradicionale aq edhe shumë e shishme, edhe e thjesht për t'u gatuar, se le të themi një pjesë e vogël e gatimit të shkryer në tigan. Ta lëtë më ulë temperaturën. Pjesa tjetër është kryer në furrë. Atëherë, çfarë kemi bërë ne këtu? Në një letër kuzhine kemi shtruar djathë që shkrin të prerë, të grirë në rende. Po. Sipër kemi vendosur fetat e kungullit. Janë spërkatur. 3 piper. Kaq. Vaj këtu kemi? Apo pak? Jo, vaj s'kam hedhur. S'kedhur vaj. Po se ka djathi në fakt aty yndyrën e vet. Djathi tani është karamelizuar djathi, ja? Bëhet shumë i shishëm. Dhe bëhet shumë i mirë ai djathi ashtu pa. Ka një shije shumë të mirë. Tani çfarë do bëjmë tjetër? Tani te kjo pjesa, neve këtu tham, do të kemi kos të kulluar, mund të përdorni akoma edhe djathë të shkrir, por edhe kos të kulluar. Po. Që këtu tani unë do të hedh ca erza. Të grira imët. Okej. Këtu kam piper të kuq, kam edhe hudhër. Hudhër plur. Hudhër plur do të përdorun, por mund të hidhni edhe hudhër, do më thënë... Kokër. Kokër, të coptuar, të grirë, duke gri në rende. Këtu do t'i hedh pak vaj tani, Anila, të lutem vaj. Ja, po e kemi. Faleminderit. Të lutem.
Mjaftueshëm është. S'ka nevojë për më tepër. E trazojmë dhe këtë masën do ta kthejmë, domethënë do ta shtojmë tek mbush, tek kungulli dhe do ta bëjmë role. Do ta palosim. Pastaj prihet ajo? Po, e lëm të qetësoj dhe prihet, po. E di që duam dhe pak skrip këtu, Anila? E kemi. Edhe piper. Edhe krip, edhe piper. Okej. Edhe pak piper që të bëhet e shishme. Do ta shtrojmë pra, do ta mbledhim me ndihmën e letrës, besoj, në këtë rast letra na ndihmon edhe për ta kthyer në role. Pra një mesore interesante. E pëlqen dhe fëmijët, edhe me këtë rast konsumojnë edhe pjesë, do me thënë edhe kunguj, që ka fëmijë që nuk i duan. Po. Besoj të njëjtën gjë mund ta kryejmë edhe me ndonjë perime tjetër, ndoshta edhe patullxhani mund të shkonte? Po. I shkon dhe patullxhani, Anila. Edhe me patate. Edhe me patate, po. Një presën patate të shumë. Më feta të holla. Më duk se kisha shumë, po jo. E donte. E mira, jo do bëhet role, kështu që... Po, do përhapet si do që të jetë edhe në hapësirat që ka... Tani, role e bëjmë në dy mënyra. Ose e bëjmë në këtë palosje kështu. Ja. Ose e bëjmë në të kundër. Do me thënë, varet se sa e duam neve që të jetë. Po. E shikon që thamë që s'ka nevoj për vajra, se ja... Po pra, po, ka yndyrën e vetë djathi. Edhe një herë. Ndihmoj manën e letrës. Neve tani do ta kthejmë këtu, Anila, në pjatë. Po. Ajo duhet të ftohet, e më pas të prihet në feta. E më pas të prihet dhe të konsumohet. Ja. Ashtu. Kati me ovitale. Okej. Atëherë, kjo është roleja e cila është e përfunduar. Ajo që mbetet në këtë rast është vetëm të prihet në feta edhe të konsumohet. Një mesore interesante e cila mund të vijë edhe me perime të tjera, shumë e shishme dhe shumë e thjeshtë për të përgatitur. Edhe thjesht për të përgatitur, por edhe një mesore që është e këndshme për një tryezë familjare. Po. Tani, ati nxjerrim edhe ato nga furra, kemi 10 minuta kohë, është kohë e mjaftueshme për t'i lënë kohën e vet edhe recetave në ekran. Madje pse jo, të mos i lexojmë edhe një herë tani. I rikthejmë pak të treja recetat e kësaj dite të enjte. Kanë qenë tarisa po nxorëm nga furra. Tavë kebab në furrë të mbyllur me pet. Na duhet 600 gram mish i prerë në kubik, një qep e madhe, 2-3 thelpinj hudhër, 2 domate, 2-3 speca, një lugë çaj salcë domatesh, një lugë kafe piperi kuq, speci kuq, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes, 2-3 gjethe dafine, 2 lugë gjelle vaj, një lugë gjelle gjalp dhe peta për të mbuluar tavën që ne vendosëm në furrë është përgatitur me 150-200 gram miell, 2 lugë gjelle vaj, pak krip, ujë i vakët sipas nevojës. Role omlet në furrë me kungulleshka dhe djath. Na duhen 3-4 kungulleshka, 100-150 gram djath kaçkavall ose djath pice, 150 gram djath i shkrir ose kos i kulluar, 1-2 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle vaj, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes. Tani, te brumi ne përdorëm dhe vezë, apo jo? Po. Okej, se nuk e kemi në recetë. Jo, nuk e kemi, e thamë që në fillim fare që neve... Jo, e kujtoj për ata që s'ta ka ndjekur në fillim. Edhe kos. Pra brumi, edhe vetë brumi ka të shien në vetë, sepse është përgatitur me kos, edhe me vezë. Dhe supa verore është ajo që është drejt përfundimit gjithashtu, me 3-4 patate, një qep, 2 domate, 3-4 lugë gjelle oriz, 2 lugë gjelle vaj, 1 lugë gjelle gjalp, krip sipas shijes, piperi zi sipas shijes, majdanozi freskët për servirje, pak lëng sallate, ose limon sipas dëshirës suaj. Ja kështu, plot tryeza jonë sot, i shohim pak të tava që nxorëm nga furra gjatë kohës që unë po lexoja recetat. Me gjëra të mira, po, Anila, shiko,
çfarë doje të bëje se më fal. Jo, thash, nga që unë po lexoja recetat dhe ekrani ishte i mbuluar me recetat, të shohim tani përfundimi. Në rregull, ndjes. Ja, mund t'i shikojmë dhe. Ne kemi janë njësoj, jo? Të dyja tavat kanë të njëjtën mbushje brenda, të njëjtën pet nga sipër. Një do ta presim, po pak më mbrapa. Prit një çik të qetësohet. Sa të qetësohet një çik, se do ta presim që të shkojmë domethënë edhe se si janë dhe brenda. Okej. Ndërkohë, neve kemi vendosur edhe atë supën verore. Dua të them për këtë supën verore. Dikur domethënë kur kemi qenë fëmijë, ne në shkollat tona bënim në pushimet e verës, bënim, si thuash, na mblidhnin dhe mblidhnim kamomil ose lule mollage. Domethënë bënim, si ta thuash, si camping. Okej, po. Edhe për drek, me qenë se mblidhnim nga këto bimë mjekësore, na bënin në këtë lloj supe. Njëra e bënin me patate me oriz, njëra e bënin me makarona. Njëra na bënin edhe shqeto vetëm me patate. Ndonjë kështu edhe me perime të ndryshme. Mirë, po kjo ishte gjella më e kënaqshme për të gjithë fëmijët, sepse përveç se kësaj gjithmonë neve na bënin edhe një sallatë. Një sallatë që, siç e shikoni, nuk na hidhin shumë gjëra brenda, domate dhe qep. Edhe hidhin kripe dhe vaj, edhe ai bëj shumë sallatë dhe lëngu që ngelej e hidhnim domethënë të gjithëve dhe na e hidhnin vetë arsimtare tona sepse te supa. Tasat i sillnin vetë nga shtëpia. Edhe siç na i hidhnin supën, na hidhnin dhe nga ky lëngu sallatës. Edhe kishte ngel, domethënë, mirë them, supë me oriz dhe patate, me lëng sallate. Kështu e thonim neve kalamajnë. Por na pëlqente dhe na shijonte shumë. Ne kemi ose me lëng limoni ose me lëng sallate, sepse kështu që lëngu i sallatës i shton limon nuk i hedhim, me thënë të drejtën. Limon nëse duam të i hedhim tani ambisa, por nuk ka nevojë sepse është domatja, por që e shoqëronim gjithmonë me lëngun e sallatës. Provojeni në familjet tuaj dhe shikoni se sa e shishme bëhet, bën diferencën. Okej. E jep shumë shije lëngu i sallatës. Kati ka përgatitur dhe një sallatë tani për ta plotësuar të gjithë historinë e kësaj supe. Tani kjo supa shijonte shumë se ju lodhesh i duke mbledhur gjethe, apo bëhet e mirë? Bëhet shumë e mirë, Anila, provoje. Edhe ajo kavërdisja, domethënë që zënë, më falë të lutem, që kalonim, domethënë, fillonin ato që kavërdisnin qepën, edhe më mbrapa te qepa dhe patatja, shtonin lëng, domethënë, ujë të ngrohtë, edhe ajo, domethënë, ajkose i patatja dhe bëj akoma edhe më e mirë. Edhe kur vinte puna dhe pastaj përfundimi, ja kishte këtë përfundim. Nuk ishte as shumë e piksur dhe as shumë e hollë. Në këtë trajt ishte. Ja kështu fiks në këtë trajt. Dhe me qënë se kemi kohë, Anila, më duhet të përshëndes një mikeshën tonë që gjithmonë na shkruan në Messenger, na shkruan në këto, do me thënë, në Facebook e këto gjëra. Nuk jam shumë e mirur me këto gjëra, por na shkruan dhe na shkruan të dyjave, na dërgojnë zëmra, na dërgojnë ato puthje dhe përqafime. Arta Kasi është nga Durrësi dhe jeton në Itali. Na ndjek gjithmonë, edhe live, sepse ka kështu, por kur nuk arrin thot kohën, domethënë që na ndjek live, na ndjek në YouTube. Faleminderit. E dërgoj një përqafim për ty edhe për mua. Edhe ne të përqafojmë në studio. Faleminderit që na ndjek. Edhe të gjitha zonjat edhe zotërinjt që qëndrojnë me ne. Janë të pafundme. Unë shoh që dhe na shkruajnë vërtet edhe në YouTube, na komentojnë, keni pyetjet tuaja, jemi të kënaqur që na ndiqni, që na shkruani, që na dërgoni përqafime. Kemi thënë mirëpresim me shumë dashuri dhe kritikat tuaja, kështu që me një falënderim të përzemër për gjithë ju që ndron me Villa 24, po ju kujtoj edhe një herë, ato zonja që nuk na ndjekin dot live për shkak të angazhimeve të mëngjesit dhe prandaj ne rikujtojmë që edhe nëse nuk kapni dot kohën tonë të transmetimit live nga e hëna në të premte, nga ora 9 deri në orën 11, mund të klikoni çdo ditë në kanalet zyrtare. Kanali zyrtar i News 24 është pikërisht ky që po shohim tani. Kjo është tema që kemi trajtuar dje, një ndër temat, e sigurisht që është kanali zyrtar i emisionit, pra këtu brenda jam vetëm unë dhe Katerina, sigurisht të ftuar dhe tematikat e ndryshme që ne sjellim çdo ditë në transmetimin tonë të drejt për drejt, e pa diskutim që një suport shumë i madh i përditshëm është edhe faqa më e madhe dhe më e preferuar Balkan Web.
në fakt është mënyra më e mirë për të informuar me lajme dhe zhvillimet më të fundit, për të marrë informacionet tuaja të përditshme nga vendi e bote, nga politika, nga kultura, nga sporti e gjithçka tjetër, dhe një hapësirë dedikohet pikërisht edhe recetave tona ditore, ku aty gjeni videot ilustruese të gjithçka që ne sjellim këtu, keni foton që ju tregon se si përfundon gatimi, keni përbërësit, pra gjithçka që ju duhet e gjeni edhe në Balkan Web. E natyrisht që mbeten edhe mënyra të shpejta dhe po aq interesante platformat e tjera të rrjeteve sociale, Instagram, në News 24 apo Balkan Web, gjithashtu edhe në Facebook. Atëre, Kati e hapi pikërisht të petën e sipërme për të parë pak edhe mbushjen që ka topoza mishi. Salca, është lidhur do me thënë ato, një shije shumë e mirë, mishi është aromatizuar me domaten, me specat, me shije në erzave që neve përdorëm. Tani kur thashun që kjo është për një person, janë kështu merr këtë petën e ngjyen me çapa edhe të hash, sepse buke gjellë bashkë, nuk e the. Buke gjellë bashkë, vërtet buke gjellë bashkë. Tani, si jemi me kohën, Anila, me kohën, 2 minuta. E servirim, po, e servirim dhe supën verore, ta shohim se sa bukur do të ngjaj edhe në tas, në një zbukurim me erza nëse do t'i duhet. Po, do t'jemi pak majdanoz neve, por thash me lëng domateje. Po. Lëngë i domate, si jep edhe një unë tjetër kur e shije. përgatis këtë Anila, se më pëlqen shumë në fakt, nuk ka rëndësi, do me thënë ishte ajo gjë dhe fëmiris, unë shtrydh domate. Shtrydh domate, nuk ka rëndësi që të... Edhe thjesht domate. Edhe pse bëhet me domate, nuk bëhet, do thash, veç se me domate, nuk bëhet me salc kjo. Ti hedhim neve pak nga i... Kam këtu. Okej. Edhe ti shtojmë edhe... A e të qani nuk e di, o thash, po... Mos ta prishim. Jo, sepse domatja nuk është marinuar as me kripe me vaje, me... Që të ketë nuk i ka lëshuar ato lëngjet, po, është thjesht... Për shembull, ja të marim këtë, jo, iku kjo. Iku tuli. Iku tuli. I hedh kështu tule. Pra ta ketë edhe shijen e domates. Edhe hedhë nga këto. Pa. Edhe kjo na e bën shumë të shumë. E shtrydh, si që kam domaten, e pres më katësh, edhe e shtrydh brënda, edhe lëshon ato lëngjet, edhe farat, edhe tulin, edhe bëhet akoma edhe më e shishme. Katerina. Kështu që urdhoj dashur. Ndjes, që fola shpejt. Duhet ikim, do me thënë, duhet ikim. Baroje? Baroj. Baroj koha. Se do të gatuash akoma, ti plot e kemi tryezën. Mire kemi, besoj se kanë qenë receta të vlefshme për ambisat sot, të thjeshta kanë qenë, por mbi të gjitha janë të shishme. Shumë të shishme, e vërtet. Me pak përbërës, me shumë shije, me shumë dashuri pregatisni ju në shtëpi për familjarët tuaj dhe neve këtu për stafin tonë. Për familjarët tanë. Po se jemi bërë si familjarë këtë çdo ditë. Po sigurisht, sepse i kemi njërin më të mirë se tjetrin. Të fillo me Landin, me Gjulion edhe Mulin. Aty ndoshta ndonjëherë edhe me Mulin, sepse Muli është më i madh. Kati s'kemi kohë, nuk kemi kohë. Histori tona një ditë tjetër, tani duhet të ndajemi, të më shënduar. Fitoni të pregatisni familjet tuaja se vërtet do të ngelemi shumë të kënaqura. Edhe roloja, edhe këto situash unë e thash tas kebab, sepse thash nga ideja e asaj, salatën edhe këtë gjellën verore mos e lëni pa e përgatitur. Dhe me oriz dhe me makaronat. Bëj shumë e mirë dhe e shishme. Faleminderit e dashur. Faleminderit ty, të lumshim duar. Ndajemi tani nesër në orën 9 në kuzhinë përsëri për të mbyllur javën bashkë.